Jonas. O shkodran, a dini besën zënune që me ke dhone. Mirëmbrëma gjithë shqiptarë vanë mbon bodhës nga zemra diasporës dhe sonde, si çdo javë tjetër, nga Zvicra, nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur që kanë njohur diaspora shqiptare ndonjëherë, Folk Ship Show. Mirëmbrëma gjithëve, sonde do kemi një emision shumë të bukur me muzikë live. Mos u ndani nga Folk Ship Show, nga Radio Televizioni Seni, sepse do kemi një muzikë që nuk e kanë dëgjuar veçët tuaj ka herë. Do kemi për herë të parë, ekskluzivisht realisht në studion e tonë të Folk Ship Show, dy artistë të mrekullueshëm që jetojnë dhe veprojnë në diasporë. S'po i bëjmë publik emrat, i themi pastaj. Po derisa të vinë personazhe të njohur dhe të mrekullueshëm që do na mrekullojnë sonte me reportorin e zërin e tyre, do falenderojmë pak sponsorët tanë të shenjtë, të cilët e bëjnë të mundur Folk Ship Show, kompleksi Anesi, fshati turistik në Makresh, Gjilan. Ju ftojmë gjithë diasporën në këtë numër telefoni të bleni villën tuaj me çmime të arsyeshme, të lira, me tokë, me pishinë verore, dimrore, kompleksi dhe fshati më i bukur që ekziston. Kompleks Anesi, këtë numër telefoni gjithë të interesuar sipas porosisë e porosit në villën tuaj për pushime, për vikende në mal atje në natyrën e bukur. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me Dentfix, shtëpia buzëqeshjes në Prishtinë, ku rregulloni dhëmbët tuaj më mirë se askund tjetër me kirurgji pa implante, pa implante, venersa, gjitha me radhë. Të gjitha rrugët në Dentfix në Prishtinë. Faleminderit shumë Dentfix. Shtëpia mbilljes dhe transplantit flokëve me mjekët më të mirë që i ka Turqia të ardhur në Prishtinë, Current Hair Fix, shtëpia më e madhe më e bukur, Familia Fix, Dent Fix, Current Hair Fix, bën transplantin e flokëve, kemi thonë çdo javë që lider tashmë. Faleminderit shumë Current Hair Fix. E tashi për të shkuar, siç e kemi thënë çdo javë, pa turbulenca, pa efekte anësore, për Prishtinë, nga Gjeneva, nga Cyriu, nga Bazeli, çdo ditë e javës me Prishtina Tiket dhe në 16-17 destinacionet e Evropës për Prishtinë dhe Anasjelltas vetëm me Prishtina Tiket. Rezervoni biletat tuaja të lira të mira, inkluzive dhe kipekun Prishtina Tiket. Drejtor, kemi jetë reale? Kemi një jetë reale, tash direkt te jetë reale. Pap. Përshëndetje për jetës reale në Zvicër, e kom hek një gojle shumë të madhe. Hina në kredit Dentfit me ble një kert fort, një kert fuqishëm, e prej si e niva një vojz në farë TikTok, më dulë, më tha ma fasionoj njerëzit burra që vozisin kombi, one heka kerin e shtrejt, heka lizingun, qëra gjigant që a vozitit, që kom morë një kombi, gjigant dhe kom morë, shumë i bukur, shumë komod, shumë rahat, e prej mes pas ka pas faja e bia, ta shi, s'po vozisim gjo tjetër, veç në kombi gjigant, edhe mashallah i koft. A ti mërsa i mirë është, shi, plot materiale me seneve gjona, materiale zi që konta, po të pak të në voziti, edhe shumë interesant me kombi. Pas ka pas drejta jo vojza, pas shabesën. Tani shkova në fitness. A dini, shkova në fitness me u bo kësho, triceps, biceps, fitness mam, mu fry pak, mu rregullu, mu bo kështu, veç kur një gjova të vajzën tjetër, prap ndoli një farë TikToku, tu i thonë ati idealit krejt musku ishte a i shkreti, ton jetën tu i thonë në zërë, i tha mu përbesën pëlqenë burat me bark. Thash, tja kam kojt makaronat e, që shtaj, tash veç me zhlot të më hok, edhe më sholla ka fillu mu rrit, mira puna, halo në hatregu ne me bark. Hajgora më dhe shqyqyr që s'menin gruja qëto. Shqyqyr që s'menin gruja qëto video se edhe nuk i bëj publike, maksimumin televizor në rrjetet sociale se më kish myt, më kish të ranun. Me gjitha ta, po bëj pak hajgore, pak shaka, sepse e donë puna vetë. Qatë është ta me thonë, une të gjithë shqiptarve, anë në bon botës, ju ftoj që të më dërgoni video në WhatsApp,
+41 76 805 5540, numri që nxjerr Diamanti gjithmonë. Dhe na dërgoni video urimi për pavarësinë e Kosovës, sepse duam të lëm një hapësirë për videot që na i dërgoni shqiptarët nga gjithë bota, pa marrë parasysh se kush, duke uruar pavarësinë e Kosovës. E kemi lënë një rubrik ekstra për këto mesazhe dhe ne sapo t'i marrim në WhatsApp, gjithmonë mos harroni në WhatsApp kur ne i dërgoni këtë video, ne i marrim dhe i nxjerrim në televizion dhe i shikoni në radio televizion i seni, në Folk Ship Show dhe në gjitha platformat tona sociale. Mezi po pres tash do fillojmë një emision sonte shumë të bukur me Benita Pulën dhe Alfred Mirsinin. Mos u largoni se do kënaqeni duke e parë një emision fantastik me muzikë shqip, siç ma don zemra mu. Jashtë zakonisht e bukur. E tashi, ky kombi është loç këtë, për ju kallëzoj. Sa e mirë është me vozit. Është loç për thëmë. Se ndëremo, veç me kombi më shihni tash mas. Mos harroni në dërgoni videot e urimit për pavarësinë e Kosovës. Edhe zoti ju ruaj gjithëve. Ju përshëndes, po heqi telefonin tash se duhet më lidh rrypin edhe me vazhdu tamam me vozit siç duhet në Zvicër. Tash keni me thoni çdo është me lidh rrypin para se më janis. S'ka lidhje, i gabimi vogël lejohet. Ju përshëndes gjithëve, zoti ju ruaj. Kthehemi në studio me një gjuhë muzikë fantastike prej Benita Pulës dhe Alfred Mirsinit. Vazhdojmë me mysafirët e ardhur. Mëre jetoni në Gjermani apo në Zvicër, se disi ma keni përzi. O do i pyes pastaj. I kam 2 mysafirë, e rëndësishme është që jetojnë në Europë. Tashi në diasporë, se ku? A në Zvicër, a në Gjermani, do ta thojnë vetë. Pa humbur kohë, kam dëshirë me ditë pak për jetën e tyre, karrierën e tyre dhe aktivitetet e tyre muzikore, sepse interesant që ka kjo muzika, vlla. Sipas moshës, po vi ka dhe shija muzikës, më duket. Dhe kështu që unë tash i kam hyrë betimi nuk e di akoma i ri është, unë kam hyrë në këtë muzikën që ta qetëson shpirtin, muzikën shqipe të pastër që qetëson veshët, trupin, kokën, mendjen, gjitha edhe të shëron zemrën. I ftojmë pa humbur kohë 2 artistë, Benita Pula dhe Alfred Mirsini në Folk Ship Show. Benita, kuptohet një shpirt artisti edhe hyrjen në skenë, domethënë, e bën duke gërcyer. Mirë se erdhën Folk Ship Show Benita, mirë se erdhë Alfred, kënaqësi që ju kam në studio sot. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm, Altin. Shpirti e do këngën, zemra do këngën, jemi të lindur e tritun me muzikë. Me muzikë. Patjetër se po. A është vështirë me qenë artist më valla, se tash artist ka lloj artistësh sot, po. A është vështirë apo jo, nuk është vështirë? Jo. Kur flas artist, i sekond, me ditë me e majt. Me ditë me e majt, po. A është vështirë? Është vështirë, po në atë aspektin si artist që e don muzikën, që e din muzikën, nuk është vështirë. Nuk është vështirë. Jo. Bukur. Benita dhe Alfred. Alfred, mirë se erdhën në Folk Ship Show. Mirë se ju gjetëm. Alfred Mirsinin nga Korça. E sakt. E sakt dhe realisht, kam thonë edhe herën e parë, një respekt jashtëzakonisht kam të madh për korçarët. Faleminderit. Kam një kënaqësi jashtëzakonisht madhe që sot je në Folk Ship Show. Edhe unë ndjej veten shumë të nderuar dhe të respektuar që jam këtu me ju sot. Faleminderit shumë. Tani, në Zvicra, në Gjermani? Gjermani. Në Gjermani, të dy? Të dy në Gjermani. Të dy. Sa jeni prej Zvicrës larg? Unë jam në Frankfurt. Unë jam në Heilbronn, Okej. afër Stuttgartit. Nuk e kemi aq gati 3 orë. Gati 3 orë. E prej njëri tjetrit sa larg jeni? 160 kilometra. E kështu vazhdimisht këndoni edhe bashkëpunoni bashkë apo? Bashkëpunojmë. Jeni grup? Po jemi edhe si grup, edhe jemi si miq, si shok, Si familje. si familje. Na ka lindh shumë gjëra bashkë. Okej, bukur shumë. M'vjen mirë. Tani kam dëshirë Ladies First, Alfred. Na trego pak Benita se kur është hera fundi që dalën në intervistë në televizion? Para ca vjete. Para ca vjete. Na trego pak për jetën tonë dhe të lutem artistike, pastaj për jetën në Gjermani. Dhe kemi dëshirë me ditë, a jeni mirë me jetën, a ndjeni komod me jetën në diasporë apo jo? Unë jam Benita Luzha Pula. Luzha. Luzha Pula, po. Për ardhin e kin nga? Prejardja Den Baba Të Den duket është prej prej Tropoje që ke. Tropoje. E pra, prej Tropoje që ke. Edhe Ti që ke kushërina e stresit në duket.
Me siguri. Se lusha janë ata. Me siguri. Dhe e lindu në rritu në Gjakovën e Kuqe, që e përqëndes shumë edhe e du shumë. Për ndryshe që ka shumë kohë që kemi ardhur edhe këtu në Gurbet, në Gjermani, me muzikë mirem që nga bankat e shkollës. Që nga bankat e shkollës? Qysh në moshën 9 vjeçare. Qysh 9 vjeçare? Borshë. Kam marrë pjesë në për festivale. Për para të ne në Gjakovë janë konë 3 lloj festivale. Festivali fëmijëve, festivali arktuse dhe festivali popullor. Kam marrë pjesë në 3 festivalet. Kështu që një kohë gjatë një në festivalin e fëmijëve, pastaj festivalin arktus, atëherë dhe popullor. Okej. Si erdhi vendimi pastaj me lëshu Gjakovën e Kuqe që the edhe për dalur në... Po u bo si u bo, ishte edhe situata atëherë si ishte, dhe morëm vendimin me dal. Këtu kam ardhë, kam fillu edhe këtu pak ndoshta me vonese, kam lind fëmijët, kam rrit fëmijët. Dhe besoj që prap ju kam të në Gjakovë thojnë e zona vagonin e funit, trenit. Ju kam gjitë prap skenës, është... Pas sa kohë është këputje ke pas, Benita? Kom pas diku 10-12 vjetë. A humbet e kuj libri artistik kur bën një pauzë dhe 10 vjeçare? Po, ka pas dallim të madh se në atë kohë kur unë mundova me u kyç prap me muzikën, atëherë fillun disa rryma tjera të muzikës. Po, unë e kom majt ato timen, dhe kështu që me ato timen, ata njerëz që mdojnë, që mftojnë, e din Benita shka këndon edhe çfarë cilësie ka. Ftohesh shpesh në për aktivitete? Po. Familjare? Po. Më tepër? Familja, ahingje të ndryshme familjare, në për këto shoqatat kulturore, për këto festat pavarësisë Kosovës, për festën e flamurit, për festën e vitit ri, festat të ndryshme, po. Bukur. Alfred, Urdhoni. si ka nisur edhe ti nga banka shkollore, ke filluar apo më vonë më herët si? Që i vogël edhe unë. Që i vogël? Fati im është që unë kam lindur një familje muzikantësh. Dajat e mi kanë qenë muzikantë. Unë kam lindur në Korçë. Dhe që në shkollë kam shfaqur talentet, ose me këngë dhe kam dash shumë instrumentin e kitarës, sepse gjajën e kam pas kitarist në atë kohë. Dhe për arsye shëndetësore ishte fati i madh i imi, unë kam bërë 2 vjet shkollë në Përmet, nëse e njihni qytetin e Përmetit. Është ka qenë atëre i famshëm grupi i Përmetit, i sazeve të Përmetit, me të madhin Laver Bariu, nëse e njihni. Aty ka qenë buri hallës time, instrumentalist, Suleman Lame, cili nuk jeton sot më. Kanë qenë një grup shumë i mrekullueshëm dhe aty unë jam inspiruar me muzikën e jugut. Aty ka filluar karriera ime, domethënë lindja ime si muzikant. Kështu prej aty të kalova prap në Korçë, fillova me serenatat e Korçës, me këngët e jugut. Edhe fati më solli pastaj ushtar, kam ikur ju e din, ose se dini, se di, se unë jam i kohës së vjetër. Më të shoj fati në Bulqiz. Në Bulqiz? Ushtar. Nga Korça në Bulqiz? Nga Korça në Bulqiz, shumë vështire kam pas altin gjuhën. Shumë e dialektin, shumë e vërtet. Me përkthys. Ke pas problem, po e vërtet, është desha më thonë tash si më çu munkin sot. Shumë imagjino. Por fati e solli në një ditë ishim afër shtëpisë kulturës, dëgjoj muzikë e shkallët dhe ngjitem si ushtari i ri. Ai ushtari i vjetër më tha mos lëviz, ri këtu tha se erdha. Unë u ngjita prej shkallëve lart, edhe dëgjoj një me piano. Mirdita. Nga je, nga Korça. A di në një instrument? Po e thash unë kitarës. E mori kitarën varur aty edhe ma dha në dorë. Bën na bëj diçka tha. Unë i rash 2 akorde vetëm. Sa i rash 2 akorde? Stop tha. Ku je ushtar? Ke divizioni. Më mori për dorë, shkum ke komandanti i divizionit. Edhe që atëre unë i dorëzova armatimet, i dorëzova gjitha dhe kam net ke shtëpia e kulturës Bulqizës për 2 vjet. Ashtu ë? Okej. Aty mu desh, aty kam fillu bile edhe që të dalë si këngëtar si fillimisht, sepse në Bulqiz ju e dini aty ka pas shumë rryma të ndryshme që kanë shku për të punuar, kishte edhe nga Korça, kishte nga jugu. Dhe kur vinte puna që shkonim në përdasma për të kënduar aty
kërkonin edhe vallën pogonishte. Mirë po ata nuk dinin ta këndonin. Kështu që mara mua hisja që të këndonja pogonishte. Po Fredi po këndon mirë, hajde edhe këtë, hajde edhe një. Edhe filloi. Edhe pastaj kur u ktheva, familja kishte ardhur në Tiranë. Prej atyt jam lidhur me grupe shumë të mira, me thënë drejtën Altin, me grupin B13 atë Sybardhin që i thonë në Edini, atë saksofonistin, unë e kam pas në Bulqisa, ka qenë nim nga Bulqisa, e kam njoftur aty dhe aty jemi njojtur. Fat kam pas me Edi Balilin, kam punuar shumë me kompozitorin Emir Njohur sot, është një figurë shumë e rëndësishme e tabanit të muzikës popullore. Edhe filluam, mbas një 3-4 vjetëve, në 93 kështu, na doli një punë për në Tetov. Kemi shku në Tetov. Si më gjithovë ta? Në Tetov. Po desha me të pyet për dialektin tani si jabone, si e mësova, apo gjithmonë ke shku me përkthyes apo mësove dialektin? Ja, mësova dialektin Bulqis. Bulqiza ka qenë shkolla ime, domethënë e dialektit. E dialektit. Aty e theva pa ngelën në Tetov, po thaj. Po, se Dibra e madhe, Dibra vogël, po thua çfarë. Po, absolutisht. Edhe aty ishte, domethënë, provim shumë i madh. Repertori i jashtëzakonshëm Benit. Aty ka qenë që do të thotë, po ta kalonje provimin e Maqedonisë, si thoshin atëherë, ishe i gatshëm për të ardhur në Zvicër, për të ardhur në Gjermani, për të. Pra domethënë nëse në Tetov kalon, e kalonje aty provimin, ishe i kompletuar. Okay. Ishe i kompletuar. Dhe fati im, i mirë unë them për mirë, që të gjitha këngëtarët që këndonin unë i shoqëronja me Z2 mbrapa. Dhe kur pushonja unë që nuk këndonja unë diçka bosh. Edhe ma bëshin ato këngëtarët, Alfred këndo. Mirë po mu deshket këndonja 4-5 orë. Kështu që e kam mësuar të gjithë repertorin aty me patriotike, me arktuse. Tani i kompletuar, domethënë. Për fatin tim, për fatin. Pra këndon edhe këngë të Veriut, edhe këngë të Kosovës, edhe këngë të Jugut. Kam pak problem me dialektin Altin, me thënë drejtën, se e ke parasysh të shpëton ndonjë mirëmbrëma ose skemi ose si duhet. Edhe për atë arsye vetëm e shoqëroj Benitën, do të thotë në repertorin e saj. Me Benitën s'ke pas vështirë pastaj, a? Benita s'ke pas. Jo, nuk kemi pas vështirë me Benitën sepse Benita është artiste në shpirt në radhë. Ti je muzikant, duhet të kesh edhe shpirtin e muzikës. Artistët kuptohen më mirë duke kënduar se sa duke folur realisht. Edhe njerëzit, edhe dialektet, edhe krahinat, Edhe jemi në një linjë bashkë sepse nuk kemi ndruar shumë atë, i kemi qëndruar besnik. Jo për një arsye shumë të veçantë, po i kemi qëndruar besnik sepse edhe karakteret tona i kemi qëndruar besnik asaj çka na ka këndu nëna, gjyshja në Djep. Me ato këngë unë jam rritur dhe i du fort, i du shumë dhe mundojmë këto këngë ne t'i perfeksionojmë dhe t'i ngjitim në një shkallë pak më të lartë, si të gjitha rrymat e tjera, edhe muzika jonë popullore, kohët e fundit, si të thash, është ngritur shumë muzika popullore shqiptare. Po kohët e fundit po, absolutisht. Drejta dësh na hiku fare. Edhe fillimet Altin si muzikë. Për t'u falenderuar, sinqerisht, them, unë jam i bindur dhe e flas me bindje këtë gjë. Që asnjë muzikant i Shqipërisë ose i Kosovës nuk mund të marrë poshtë. Rolin kryesor në këtë drejtim e ka luajtur Edi Balili. Është një legjendë e gjallë sot që e solli muzikën shqiptare në këto nivele që është sot. Okej, bravo qoftë. Mi dua trokitje për Edin. More, Benit, ma ka sill një shërup Alfredi, po, kjo është shërup për se i kam bajamet edhe ma ka sill. Faleminderit. E kam ditë që je i smur. Se isha pa Terezi me fytin edhe gëzuar me gjithë, po të bëft mirë. E tash ideja është Benita, jeta si mërgjimtare. Si po duket, a është mirë, a je, domethënë, po ne jemi adaptu tash. Është boni kohë e gjatë, jemi adaptu këtu. Lëvizim shumë. Ke vite në Gjermani, domethënë. Po, kam vite. Ke vite në Gjermani. Kam vite. Tani strihet me shku në Kosovë, në Gjakovë të pëlqen, po jo më shumë se 2 javë, 3 javë, apo jo? Po unë thuja jam që për çdo muaj. Çdo muaj jem aktivitete. Çdo muaj jam në Kosovë, Gjermani. Okej. Sa kam nanën, se baba Ramet pas ka vdek, sa kam nanën, sa kam motrën, do të shkoj, do t'i vizitoj. Bravo. Është veni im, ku unë jam rrit, ku unë jam frymzu, ku unë jam rrit me gjitha të mirat në atë vend. Absolutisht. Edhe për mu Gjakova është një vend i shejtë në shpirt. Absolutisht.
Alfred, ishim duke folur edhe për që kjo muzika popullore, këngët popullore tash janë rikthyer dhe jam duket se desh e kapën disa zhanre të tjera të muzikës. Momentalisht apo kush po kërkohet më tepër si muzikë për shqiptarëve? Ne kemi populloren. Jo po, kush është dominusja momentalisht që po dominon tek shqiptarët? Kush kërkohet më tepër si zhanër muzikor? Po këto zhanret e reja, hip-hopat me si thon ti stili tricëm hupi tash. Rap. Po, okay, përveç muzika e re, përveç atyre edhe populloria. Populloria është Tallavaja me populloren, cila dominon? Ka pak ma, jo, tash dominon populloria. Tani dominon Ka qenë Niko Tallavaja. Ishte Tallavaja, po, shumë e vërtetë, këtë desha me thonë. Po, ka qenë Tallavaja, po tash dominon populloria pak ma shumë se njerëz në për ahengje familjare normal që kanë dëshirë me pas një martes, një fejes. Ku ta di unë të bukur. Po, ne kemi këngë shqip të bukra që mundesh me vallëzu, jo 5 orë, po nështë atë 10 orë. Absolutisht. Unë kam pas edhe unë fatin, unë jam rrit me një familje të dajtemi, të familja nanës, ne kemi tradit, gjyshi ka qenë kontrabasisti, thuja se dhe i pari në Kosovë, po i grupit shoqnis Hajdardushi, me Ismet Pejen. Unë jam rrit me eliten e këngëtarve. Ty në here, bëjshim në përdhoma, kanë qenë dhomat e pritjes, bëjshin sofra, mbledhshin. Do me thonë, unë kom pas fatin, kom pas rastin me ndëgju këngëtartë më të mirë që kanë qenë asaj kohë. Që kanë kënu këngën e bukur popullore dhe jam rrit e kom kultivu. Edhe e maj me fanatizem, e du, edhe do të mundohem sa t'jem në skenë, në byn, ti ripërsëris atu këngë, sa ma shumë t'ju ofroj njerëzve, se popullit edhe qa i sërvën, qa i këndon, qa i jep, popullin dhe gjën. Absolutisht. E kështu që kemi këngë të bukra, pse jo? Këngë që me të vërtet i do shpirti. Absolutisht. Edhe unë thash se njerë pat Afrikë vërtet të kjo disbalansa, luhatja mes Tallavas dhe popullores, jo që s'duhet respektuar, çdo lloj muzike duhet respektuar. Edhe Tallavaja ka një target dëgjuesish të vetet që s'duhet të hedhin poshtë. Jo. Ata njerëz janë. Çdo lloj muzike është e bukur. Normal edhe muzika është sikur njeriu apo krahina, na nuk duhet paragjykojmë as lloj krahina. Po pra. Nacionaliteti, ne ashtu po. Mirë po. Pakën të muzika shqiptare do ishte mirë me dominu gjithmonë populloria sepse është edhe kulturë. Edhe duhet të identifikohemi. Po, duhet të identifikohemi ata me thonë edhe unë. Unë e këndoj të paktën ato që më përket mu. A ju ka kërku në herë? U ka rastis në herë me ju kërku dikush Tallava? Po, patjetër. Edhe keni kënduar? Po, sa kemi mujt. Sa keni mujt? Jemi mundu aty këtu. A keni mujt një adal, apo jo? Shpesh i kom të muzikantit, unë e po kërë këngën popullore, ti po në stilin kam dëshirë, Benit, jam i sigur që ti adel me Tallava, sepse zona prej ka vjen ti me dasht, e shtypi buton edhe kalën, e shtypi buton, kalën Tallava. Alfredi, një korçar me kënu Tallava, dhe më thonë, për mu është kontradiktë shumë e madhe. A mund të me diçka, me që në themi në show, Tallava, me ngoni shok, a? Po, me ngoni shok. Jo, këto janë Tallava trenda. Po këtë të rënda ti a ka mundësi me këndu një. Me ngoni shok, imagino. Një korçar me ngoni shok, është fantastike me mujt me një gju. Me mujt, paka shumë. Edhe po si adoli s'ka problem, se është zhanër i vetë. Hajde, si, atja një më Benit. O ngoni shok, aman, o more vlaznijeu, o po ju knojnë sonte, hajde për shoqnije. Ani te diku mirë është. Ja, mirë, interesant. Edhe pa muzikë. Interesant, kam ca shok nga jugu, që mundohen me fol dialektin e Kosovës. S'mujnë. Po jo s'mujnë, po unë qeshë, unë e plas për tokë, të qeshë kur i një gjoj duke i shprej ato shprejet e tyre dhe ashtu. Shumë interesant. Ju tash vazhdimisht këndoni bashkë. Këndoni në prajnë familjare, e keni bo një grupë, edhe këndoni edhe jashtë Gjermanisë, apo vetëm Gjermani? Po edhe jashtë Gjermanisë. Ku t'na thirin? E fundit ka qenë vitiri. Kemi pas misafir, Benit. Pi gjitha trevave shqiptare kanë prej Drenice, prej Sarande.
A ka pas vështirë Benitën me fut në serenatat korçare apo? Jo, fare, jo. E Benita e ke bë me qef, Jo, i këndon me jo, qef? ne kemi këndu në Gjakov. Me qef të madh. Gjitha trevave shqiptare këngë, sidomos serenatat kurçare janë që kërkohen shumë të në Gjakov. Do me thonë muzikë për qifte me valzu, se është ajo koha kur edhe vyn, për shemëll ndarë se mos e me një aheng që është koha kur qonë me valzu qiftet me zveti. Okej. Edhe janë serenatat kurçare mjalt për vesh. Okej. Janë të bukra Absolutisht shumë. po. Absolutisht po. A keni bërë këngë kështu, videoklip bashkë në një këngë kështu apo këndoni vetëm live? E kemi bërë një para shumë vitesh. Bile atëherë kishim edhe grupin më të strukturuar, kemi pas një violinist, ka qenë vllai im me kitar, me buzuk, kemi pas një organist nga Maqedonia. Mirë po atëherë kanë qenë njerëzit me dokumenta, kishin probleme, u shpërndam, u bën, po ajo ka mbetur ja kishim vënë edhe emrin grupit Jetart Band. Jetart është emri djalit tim, edhe kemi bërë diçka me Benitën. Shumë. E po, do kemi mund... Po, mund ta gjeni. Shumë të është që jemi live. Okej. Unë preferoj gjithmonë edhe kur shkoj në për emision, ose për playback, për shemëll në pysin, ose a ka musina disi live me kënu. Nuk e di, e ka marak live. Ato si e ditëm, si se ditëm, e bukura është live. Absolutisht po. Është e bukur. Hiq pa asnjë instrument, është e bukur. Tingëllon më mirë. Është interesant, Benita ka shumë këngëtarë sot që kanë një emër shumë të madh që live nuk është që këndojnë bukur. E kemi pa në shumë raste e Ka shumë raste, ka disa këngëtarë, mos i them emra se edhe i them emra, ose nuk janë fare sus. Jo, nuk bën, po. Mirë, por kanë një emër shumë të madh që kërkohen prej publikut kur i dëgjojnë playback. Mirë, po kur këndojnë live ata janë katastrofë. Unë habitem me Altin se si ata kanë mri në atë pozicion ku janë tash. E po, ajo studio i ka disa butona më duket kishte atë për më shtyp. Po, ka shumë. Varet nga buxheti. Ka Sa pagun? Aq më shumë të hiqen ato. Sa je i lidhur me Tiranën tash, se ti jeton në Tiranë, jemi edhe komshi bashkë më duket, Po, shumë. Shkon shpesh Shpesh. Alfred? Shpesh. Shkon shpesh. Bile vjet kam qenë edhe në Top Channel, ke një emision, më ka ftuar Edi Balili sepse më ka bërë më ka bërë një këngë Edi Balili mu para disa vjetëve për çikën, se më ka lind një çik para shumë vjetësh martesë, më ka lind çika e parë dhe e kam pritë si sytë e ballit. Dhe tekstin edhe muzikën ja kam bërë vetë. Do më thonë, ka lindur vajza para martesës? Jo, mbas martesës. Disa vite mbas martesës. E kemi pritë më përpara, po na ka lind goca në Gjermani, edhe duke tundur një null siç më këndonte gjyshe, unë ja kam bërë një këngë gocës time. I ke bërë një këngë gocës? Po, edhe ka dalë një këngë shumë e bukur. Goca është e madhe tani? Goca i ka tash 22 vite. 22, po këndoje pak atë këngën që t'ja ketë bërë dhuratë gocës kështu herë. Nani nani trupën të vogël. Moj sheqerja e babit moj, me gjithë Gjermanin stëndroj. Kur ti qesh edhe mali, qeshin fushat dhe livadhi, zogjt e malit shkojnë e vin, nga dritarja të bëjnë sejr. E të tjera. Ja, ka dhurat vajza, 22 vjeç që tash i sjellë edhe herë në memoria të kohën e Mua më kanë lindur edhe 2 fëmijë të tjerë më mbrapa, po kjo mbetet. Okej, ja, e para mbetet, gjithmonë mbetet. Bukur shumë. Këtë ke pas vështirë, ky e quhet buzuk, apo çfarë quhet ky? Kitarë, çfarë i bie? Çfarë buzuk është kjo? Kjo është një instrument popullor që ka përardhur nga jugu, është lahut. Lahut. Dhe pa këtë instrument, domethënë muzika e jugut nuk mund ta konceptosh. Ashtu, Okej. Defi, Benita?
Dhe ke pas Defi- vështirë ti me mësu Defin apo jo? Jo, def Sarabuk edhe këto baterit perfekt i bi. Ashtu? Mi do zemra, unë raptimin e duhet, thash pares Po muzikë, shqyrë, nuk unë muj me najt qitë. unë e kam një gjuhu që do hapet kam një gjuhu që po hapet një restorant në Syri, Okej. që do jetë për zotërin, për zonja, për zotërin, për njerëz elitar dhe për muzikë shqipe të pastër. Aty e pas kem venin. Aty keni mundësi, po më duket me ardhë, apo të hapet ai lokal. Pa tjetër. Besoj që aty do jeni shpesh me reportorin Ka tuaj. qenë dëshirë shumë e Patjetër. hershme të paktën e imja Benit. Unë jam mundu me bashkëshortën time para 15 vjetëve, e kam hap një lokal. Vetëm se bepi që të mblishin shqiptarët të dëgjoni muzikë shqip. Artiolën e kam thirrë të parën, Artiola Toskën, e kam kolege shoqe shumë të mirë. Për herë të parë Artiola në televizionin shqiptar unë kam qenë instrumentalist. Ashtu, a? Për zot, Okej. me sinqeritet. Bujar Qamilin, Elifarën e kam shoqe shumë të mirë, se kemi dhe Patriote. komshije, edhe komshije. Ku? Në Korçë? Po, Okej. vjen nga Drenova. Okej. Edhe mirë pa atëre lindën fëmijët edhe filloi lokali tuet shumë mirë, shumë bukur, rezervonin njerëzit me këngë shqip. Mirë po u lindën fëmijët atëre angazhimet po. mëdha, nuk mundesha do ta përballonja dot. Edhe kam shumë dëshirë që të ketë edhe këtu në Evropë një lokal me të vërtet me vlera të mëdha. Besoj që do vi, sipas dëgjuarave do vi një lokal me vlera të mëdha. Është një në Amerikë më kanë thënë. Më kanë Po, treguar me sa kam dëgjuar unë ky i Zvicrës do jaftofi atit Amerikës. Me sa kam të shpresoj. Ko ka mirë për ne, jemi afër. me sa kam dëgjuar unë do jetë diçka gjigande. Edhe raki do të ketë aty besoj. Perfekt. Raki do të ketë. Po jo si kjo, ky është shërup. Ky është ilaç. Jo si kjo. Bukur, Alfred dhe Benita, a mund ta ndërthurim pak këtë bisedë me diçka nga reportori juaj? Pa tjetër se po. Knaqësi. Se unë kam dëshirë t'ju dëgjoj shumë, se i kam padur edhe për programin e vitit të ri dhe jam kënaqur shumë. Ne kemi marrë një armatim të lehtë. Armatimin e lehtë sot, po me armatim të lehtë bën gjëra të mëdha. Po. Atëherë, dëgjoni pak muzikë shqip, muzikë që mos ndroni kanalin.